Pite, buk elbi, e vërejta urin tek fytyra e të dërguarit të Allahut dhe zërin e tij të dobët. Prandaj u dëshpërova nga gjendja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. A ke ndonjë gjë në shtëpi? Kështu i tha Ebu Talha bashkëshortes së tij, Sulejmit, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, pasi kishte kaluar pranë të dërguarit të Allahut, ndërsa po a lexonte sahabët të varfër që jetonin në pjesën fundore të xhamisë suren Nisa, duke qartë se ai ishte i uritur që nga zëri i tij i dobët e deri tek fytyra e tij e zbehur. Ebu Talha nuk duroi dot pasi e pa këtë gjendje dhe shkoi menjëherë tek Sulejmi me shpresë se do të gjente diçka për t'i gatuar të dërguarit të Allahut. Kur i bëri këtë pyetje, ajo ju përgjigj duke i thënë: "Kam pak", edhe bëri shenjë me dorë. "Kemi vetëm 2 duar mjell elbi. Nëse vjen vetëm i dërguari i Allahut, do ta ngopim. E nëse bashkë me të vjen ndonjë tjetër, atëherë nuk do të mjaftojnë." Ai i tha: "Zëre brum dhe gatuaje, se do të ftoj të dërguarin e Allahut të hajë tek ne." Ajo e mori mjellin, që ishte sa të mbushësh 2 duar të bëra bashk, e zuri brum, dhe pastaj e dërgoi djalin e saj Enesin të merrte disa dru për gatim tek disa pemë palmash që i kishte në pronësi. Ai solli drut, kur ajo përgatiti një bukë rumbullake, pite. Ebu Talha i tha Enesit: "O bir, shko tek i dërguari i Allahut, afroju atij, dhe kur ai të ngrihet, pritet derisa të ndahet nga shokët e tij, shkoj nga pas. E kur të jetë duke hyrë në derën e shtëpisë së tij thuaj: Babai im të fton, dhe mos fto askënd tjetër përveç ti, e mos më turpëro." Enesi shkoi tek i dërguari i Allahut dhe e gjeti atë në mexhlisin e tij të rrethuar nga shokët e tij, rreth 80 burra. Ai qëndroi duke pritur derisa të ngrihej i dërguari i Allahut që ta ftonte. Por pa pritur, i dërguari i Allahut shkoi drejt tij dhe i tha: "A të ka dërguar babai yt o bir?" Ai i tha: "Po." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "A për ushqim?" Ai i tha: "Po." Atëherë i dërguari i Allahut ju drejtua shokëve të tij duke u thënë: "Ngrihuni me emrin e Allahut, përgjigjuni ftesës e Ebu Talhës." Ai e mori dorën e Enesit dhe ja shtrëngoi me dorën e tij dhe u nisën duke ecur drejt shtëpisë e Ebu Talhas, pa e lëshuar dorën e Enesit. Imagjinoni Enesin radiallahu anhu kapur për dorë duke hedhur hapa të bashkë me atë grup njerëzish që e bënin të dridhej edhe vendin rreth tyre. Çfarë do t'i thoshte Ebu Talhas, që e kishte porositur dhe paralajmëruar atë? Si t'ja bënte ai kur e pyeti dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, mund t'i thoshte atij gjë tjetër përveç së vërtetës? Por çfarë mund të bënte ushqimi i tyre i pakët për këtë numër kaq të madh burrash? Kur po i afroheshin shtëpisë, i dërguari i Allahut ja lëshoi dorën e Enesit dhe ai u nis me të shpejtë dhe shkoi tek Ebu Talha duke i thënë: "O baba, i thash të dërguarit të Allahut siç më the, por ai i ftoi edhe shokët e tij dhe tani po vjen bashkë me ta." Ebu Talha e shtyu me dorë dhe i tha: "Më turprove para të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, por a nuk e dije çfarë kemi në shtëpi?" Enesi tha: "Sigurisht që po, por nuk mund t'i thoja gjë të dërguarit të Allahut. Ai më tha: a për ushqim, dhe unë e urrej që të gënjej." Ebu Talha u shqetësua shumë dhe shkoi tek gruaja e tij Sulejm dhe i tha: "O Sulejm, po vjen i dërguari i Allahut bashkë me njerëzit, e ne nuk kemi se me çfarë t'i ushqejmë ata." Ajo i tha: "Allahu dhe i dërguari i tij e di më mirë." Ebu Talha doli tek dera për të pritur të dërguarin e Allahut, e kur ai arriti tek dera u tha atyre që ishin me ta: "Uluni." Dhe ata ulën në rrugë, kurse ai bashkë me Ebu Talhan hyn dhe Ebu Talha i tha: "O i dërguari i Allahut, në të vërtetë dërgova Enesin që të të ftonte vetëm ty, sepse kemi vetëm një bukë rrethore që ka përgatitur Sulejmi, e nuk kemi mjaftueshëm për të gjithë ata që shikojnë me ty." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Hyr dhe përgëzohu, se Allahu i madhërisëm do ta bekojë atë që ke." Ebu Talha dhe i dërguari i Allahut hyn brenda dhe i dërguari i Allahut tha: "O Sulejm, bashkoje gjithë çfarë ke." Ajo e solli bukën e rumbullakët dhe ai i tha: "A ke gjalp?" Ebu Talha i tha: "Kam pasur një enë në të cilën ka pak gjalp." Ai i tha: "Sill atë." Ajo e solli atë, por tashmë ajo ishte e thatë, aq se ai që e shikonte me sy do ta pyeste veten nëse ka gjë në të apo jo. I dërguari i Allahut e zgjidhi atë dhe tha: "Me emrin e Allahut."
O Allah, shtoje begatin në të. Pastaj tha, o Sulejmi, ktheje përmbys atë. Dhe ajo e ktheu përmbys, kurse i dërguari Allahut dhe Ebu Talha po e shtrydhnin derisa prej saj doli pak gjalp, dhe i dërguari Allahut e preku me gishtin e tij, dhe më pas e fërkoi me të bukën e rumbullakët dhe tha, Bismillah, me emrin e Allahut. Pa pritur buka u fry, e vazhdoi të bënte këtë me bukën, e ajo fryhej derisa mbushi gjithë enën. Pastaj i tha Enesit, thirrji 10 nga shokët e mi. Ai ftoi 10 prej tyre dhe pejgamberi e futi dorën në mes të bukës dhe tha, hani, me emrin e Allahut. Ata hëngrën rreth e rrotull bukës derisa u ngopën plotësisht. Ata vazhduan të hyjnë 10 nga 10 duke ngrënë pa e parë nëse ka për tjetrin apo jo, derisa u ngopën të gjithë. Pastaj e ftoi Ebu Talhën, Sulejmin dhe Enesin, që ulën bashkë me të dhe u tha, hani. Ata hëngrën bashkë me të dërguarin e Allahut derisa u ngopën, e pastaj ai e hoqi dorën nga mesi i bukës, dhe ajo ishte akoma si në fillim dhe ai i tha, o Sulejmi, si të duket ushqimi që ka ngelur në krahasim me atë që gatove ti. Ajo i tha, i bëfsha kurban për ty, nënën dhe baban tim, o i dërguari Allahut, o mos i kisha parë vet ata duke ngrënë, do thosha se asgjë nuk është paksuar nga ushqimi ynë. Sulejmi e mblodhi pjesën e mbetur të ushqimit dhe u dha komshinëve të saj. Le të ndalemi të meditojmë pak rreth kësaj historie. Së pari, pikërisht këtij profeti madhështor që e merr uria aq sa gjurmët e saj shfaqen në fytyrë dhe në zërin e tij, i kishte zbritur ajeti i Kuranit ku Allahu i madhërisëm i thotë: Qoftë i lartësuar ai i cili, nëse do, mund të jap gjëra më të mira se këto, kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj dhe të bëj për ty pallate. Ishte urtësia e Allahut të lartësuar që caktoi për robin e tij më të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të kishte një jetë modeste dhe pak të mira materiale. Po të donte Zoti do t'ja kishte vënë atij në dispozicion të gjitha të mirat materiale të kësaj bote. Allahu i madhërisëm e bëri këtë gjë për disa urtësi të mëdha. Që ai të përcillte mesazhin e tij tek njerëzit pa përfituar nga të mirat e kësaj bote. Prandaj askush nuk mund të thoshte se misioni i tij kishte pasur për qëllim pozitën, pushtetin ose pasurinë dhe kënaqësinë e kësaj jete. Ai e përcolli mesazhin e Zotit, i ftoi njerëzit, luftoi dhe e pagëzoi umetin e tij që do t'i shtinte në dorë thesaret e botës. Por vetë e kaloi këtë botë duke bërë një jetë modeste, duke u mjaftuar me gjërat minimale të jetesës. Ai nuk synoi kurrë të mirat materiale të tjerëve dhe as nuk synonte që të bënte një jetë materiale më të mirë se ata. Prej urtësisë së Zotit ishte se duke pasur një jetë të tillë modeste, të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk e pengonte nga njerëzit as pasuria dhe angazhimet që kërkon ajo. Ai kishte kohë mjaftueshme të ulej me secilin prej tyre veç e veç, të jetonte me hallet dhe vështirësitë e tyre. Ata e merr teoria njësoj si ata, e ndante edhe të mirën bashkë me ta. Kjo lloj jete i mundsoi atij që të ndërtonte lidhje të forta me njerëzit, pasi edhe pjesa më e madhe e tyre ishin në të njëjtën gjendje si ai. Varfëria që e goditi atë është një ngushëllim për të gjithë varfrit e botës, që janë shumë. Të gjithë ata që në një moment të jetës i godet varfëria. Le ta kujtojmë faktin që edhe njeriu më i dashur tek Allahu është goditur nga varfëria dhe vështirësitë ekonomike gjatë jetës. Së dyti, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur i vinte ndonjë ftesë nuk e kishte zakon dhe as traditë që të merrte me vete ndonjë person të paftuar. Nëse donte të merrte dikë me vete, kërkonte leje nga personi që e kishte ftuar. Madje, nëse dikush i paftuar i vinte nga pas, i drejtohej të Zotit të shtëpisë duke i thënë: "Ky në ka ardhur nga pas. Nëse do, i jep leje të hyjë, e nëse nuk do, i themi të kthehet." Por në këtë rast, i dërguari Allahut shkoi tek Ebu Talha bashkë me besimtarët e varfër që jetonin në pjesën fundore të xhamisë, mbi 80 persona. Edhe pse Ebu Talha ishte treguar i kujdesshëm dhe këmbgulës që ata të mos vinin dhe as të dëgjonin gjë për shkak të sasisë së pakët ushqimit. Por këtë gjë ai e bëri sepse si i dërguari Allahut e dinte për begatin dhe bereqetin që Allahu i madhërisëm do zbriste mbi atë pak ushqim që kishte përgatitur Ebu Talha dhe se do të shfaqej para tyre një argument tjetër i Zotit. A nuk i tërheq vëmendjen tënde fakti që ky profet i nderuar me gjithë urinë e madhe që ndjente, gjë që duke qartë nga fytyra dhe zëri i tij, ishte ulur pranë besimtarëve të varfër që jetonin në pjesën fundore të xhamisë për të mësuar Kuranin familjar.
Kjo gjendje e rënd ishte e mjaftueshme si justifikim që ai të mos merrej me këtë detyrë, por malli që kishte ai për udhëzimin e njerëzve dhe kujdesi i tij i madh për përcjelljen e fjalës së Zotit, i dhuronin një gjendje shpirtërore të tillë që e bënte të duronte dhe të vazhdonte detyrën e tij si profet. Mësimet që u jep të shokëve të tij dhe këndimi i fjalëve të Kuranit që i shpalleshin nga Allahu i Madhërisëm, ishin ushqimi i tij shpirtëror, ndryshe nga njerëzit e zakonshëm. Ai ka thënë: "Unë fle dhe më ushqen Zoti e më jep të pi." Kjo ngjarje zbulon thellësinë e lidhjeve të komunikimit dhe ndërthurjes së tyre mes pejgamberit dhe shokëve të tij, ndërsa shikon atë të qëndrojë në xhami të rrethuar nga më shumë se 80 veta nga shokët e tij, të varfër, të cilëve po mësonte Kuranin. Këta persona që qëndronin rreth tij ishin larguar nga viset e tyre dhe kishin ardhur tek profeti. Ata ishin të gatshëm të duronin dhimbjen e kurbetit dhe jetën e vështirë, madje të dukej shumë e mirë për shkak se sytë e tyre ngopeshin duke parë të dërguarin e Allahut, i cili nga ana e tij ishte i gjithë i tyre, me kohën, trupin dhe pasurinë e tij. Kur atij erdhi ftesa për të ngrënë pak ushqim, morali i tij i lartë nuk e lejoi që të shkonte atje pa ata, ose të priste të largoheshin ata e më pas të shijonte ushqimin e përgatitur vetëm për të. Ai nuk e bëri këtë, por i mori ata me vete. Ju lutë Zotit të zbriste bereqetin e tij, njësoj si vëllait i Isai a.s. që kërkoi të zbriste nga qielli një sofër me ushqim. Së pesti, kur po ecte rrugës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte kapur dorën e Enesit radiallahu anhu me dorën e tij, ndërkohë që rreth tij kishte më shumë se 80 burra nga shokët e tij. Enesi radiallahu anhu në atë kohë ishte mbi 12 vjeç, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte 50 e ca vjeç. Ky afrimitet, kjo dashuri dhe kjo përkujdesje e treguar nga i dërguari i Allahut ndaj këtij djaloshi të ri, Enes ibn Malikut radiallahu anhu, është tabloja më e bukur dhe më domethënëse për lidhjen mes brezave dhe tregon se diferenca e madhe në moshë nuk ishte pengesë për lidhjen e brezave të ndryshëm të sahabëve me të dërguarin e Allahut. Ky koncept edukativ i rëndësishëm dhe lidhja e fortë mes brezave të mëdhenj e të vegjël e forcon lidhjen mes grupeve të ndryshme moshore, duke bërë që ndryshimet sociale të kalojnë në rrugët e tyre normale me ulje ngritje të përshtatshme dhe jo me thyerje të forta të herpasershme. Enesi arriti tek pejgamberi pasi ishte këshilluar dhe paralajmëruar mjaftueshëm nga babai i tij Ebu Talha, si dhe ishte në dijeni të sasisë së vogël të ushqimit që kishin përgatitur prindrit e tij. Megjithatë, kur profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti, ai tha të vërtetën sepse i dukej më lehtë sikur të binte nga qielli në tokë sesa të gënjente të dërguarin e Allahut. Këtë e bëri duke qenë i vetëdijshëm se do të ndihej në vështirësi të mëdha para babait dhe nënës së tij. Ai e dinte se thënia e së vërtetës në këtë rast ishte më e rëndësishme se një gënjeshtër që mund ta nxirrte nga situata, por do të cënonte moralin me të cilin ishte edukuar dhe rritur. Ky veprim i tij nuk është për të çuditur sepse të tillë ishin ata që kishin nxënë nga shkolla profetike, që u kishte mësuar të thonë të vërtetën, sido që të jetë situata. I dërguari i Allahut i kishte edukuar ata me fjalën e Allahut që thotë: "O besimtar, friksojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të sinqertë në fjalë dhe në vepra." Kjo mrekulli që ndodhi në sytë aq shumë njerëzve dhe ishin dëshmitar për të, nuk ndodhi para disa njerëzve që nuk e besonin Zotin dhe të dërguarin e tij, pasi të gjithë ata besonin Allahun si Zot, Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber dhe Islamin si fe të Zotit. Kjo mrekulli ishte një mirësi e Zotit ndaj tyre që tu shtohej besimi dhe më shumë, si dhe për të shuar edhe urinë e tyre. Ebu Talha, kur e pa numrin e madh të miqve që po vinin për të ngrënë ushqim dhe, duke e ditur sasinë e pakët të ushqimit, u shqetësua shumë dhe vendosi të konsultohej. Ai shkoi fillimisht tek bashkëshortja e tij, Umu Sulejm, që ishte e mençur dhe e ditur mjaftueshëm. Ajo nuk ishte në vijën e parë të problemit si ishte burri i saj që i kishte bërë ftesën. Do t'i priste miqt dhe do t'ua shërbente ushqimin atyre. Prandaj ajo kishte mundësi të shikonte problemin me më shumë qetësi se burri i saj. Prandaj u përgjigj duke thënë në mënyrë të prerë dhe me vendosmëri: "Allahu dhe i dërguari i tij e dinë më mirë." I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e di shumë mirë gjendjen tonë. Për profetin, shtëpia e Ebu Talhas ishte njësoj si njëra nga shtëpitë e tij, sepse ai hynte e dilte shpesh tek ata. Në këtë mënyrë Umu Sulejmi e mbylli problemin dhe orientoi atë drejt atij që e dinte me të vërtetë zgjidhjen e tij. Thirrje me të cilën ju drejtuai dërguari Enesit radiallahu anhu duke i thënë: "O djali im, atë ka dërguar babai yt." Tregon për kujdesin atërore që tregonte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaj sahabëve. Jaonën e këtyre fjalëve dhe ndikimin e tyre duket sikur e ndjejmë akoma në veshët e Enesit radiallahu anhu, duke e mbushur gjithë qenien e tij me dashuri,
mëshirë, gëzim dhe afrimitet. Po ashtu Ebu Talha i drejtohet atij duke i thënë: "O djali im, shko tek i dërguari i Allahut dhe thuaj, babi im të fton." Ky afrimitet atëror i Ebu Talhas për Enesin radhiyallahu anhu ishte për të treguar për kujdesin dhe mëshirën, edhe pse Enesi nuk ishte djali i tij, por i bashkëshortes së tij, që e kishte lindur me një burr tjetër para se të martohej me Ebu Talhan. Ky fragment na tregon se si e tregonte profeti sallallahu alaihi wasallam për kujdesin atëror ndaj shokëve të tij me shumë dashuri, duke bërë që shoqëria e edukuar nga ai të ngjante një familje të madhe në të gjitha dimensionet.